Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të vazhduar të komentojmë ngjarjet që ndodhen brenda në shtëpinë e Big Brotherit. E përfolur shumë një kuti e Pandorës që në fakt dyshoheshte që do të binte në duart e Rizartës, por me vendim të produksionit ra në duart e Gerta Gixharit. Për herë të parë, kutia e Pandorës u hap nga koltuku blu, ku fatin e kutisë së Pandorës e kishte Egli Tako, e cila nominoi veten e saj dhe Xuma Lushin për të krijuar hapësirë që të ndërtonte dashurinë me Gjestin. Ndërsa në anën tjetër, për herë të dytë, koltuku i kuq pati fatin të hapën kutinë e Pandorës. Ne dim shumë bukur që shtëpia është e ndarë në dy pjesë, koltuku blu dhe koltuku i kuq. Të paktën ka qenë strategjia e produksionit dhe plani i produksionit për të ndërtuar dy polet e shtëpisë, dy polet e shumë përfolura. Në koltukun e kuq, si lider e atij koltukut është Gerta Gixhari. E përzgjedhur nga produksioni, mbrëm Gerta Gixhari pati fatin të hapte kutinë e Pandorës, një ndër momentet më të shenjta të kësaj shtëpie, një kuti që të surprizon dhe të dhuron emocione pafund. Gerta me patjetër që do ta hapte kutinë, duke e njohur dhe lojtaren që dëshiron t'i trazon gjërat dhe ujërat në shtëpi, si fillimisht hapi zarfin e bardhë, ku në zarfin e bardhë gjithmonë e pret një surprizë dhe surprizë ishte vjera e saj. Gerta e priti me shumë dashuri, edhe pse në një pjesë rëshkiti, i tha që ty të prisja, realisht ajo priste djalin, sepse kështu tha në dhomën e sekreteve, po nejse, gjithsesi nuk mund t'ja thot në fytyrë që nuk të prisja do ty, dhe së dyti Gerta hapi zarfin e zi, ku në zarfin e zi Gerta duheshte të çon në nominim 3 banor të cilët duheshte të shkojnë me patjetër në nominim dhe njëri do të linte mbrëm shtëpinë. Tani, fansat me njëherë filluan të komentojnë këtë lojë. Fansat me njëherë filluan të japin mendimet e tyre. Unë e pata thënë edhe mbrëm në live, por do ta them edhe tani në këtë komentimin që unë po bëj. Dhe gjithmonë unë jap mendimin tim në atë që unë shoh në media, komentojmë atë që ne shohim në ekran, nuk komentojmë gjërat e tjera. Tani, fillimisht, Gerta lexoi letrën duke mos qenë transparente për ta kthyer te publiku. Unë mendoj që ky Big Brother duhet të jetë transparent. Në qoftë se janë transparent në gjërat e tjera që i nxjerrin videot për të qenë transparent, janë nxorën videon e Eglint ku Gjesti i ka fut dorën edhe ka prek një nishan me qime dhe nxjerrin këtë video për të denigruar imazhin e saj. Atëherë pse produksioni nuk e nxjerr këtë fletën për shembull? Ja kështu siç është kjo fleta. Supozojmë, marrim një supozim, unë jap mendimin tim gjithmonë. Këtë fletën pse nuk e nxjerr që ne ta shohim këtë të bardhën, se çfarë shkruan këtu brenda, dhe të jetë transparent që aty brenda shkruan vetëm që nomino 3 banor dhe këto 3 banorë do i çosh në nominim. Po pse ne nuk mundemi të dyshojmë që për shembull produksioni Gertës ja ka shkruar në atë fletën që do çosh këtë dhe këtë ne do nxjerrim nga shtëpia. Tani Gerta ka patur gjatë gjithë javës sulmet me Gjestin. Të paktën dje Gerta kishte lojën me Gjestin. Po të bëjmë një kronologji të gjërave. Gjesti thot që unë dua të dal nga shtëpia. Laerti dhe Gerta janë dy banorë që gëzojnë më së shumti, se banori më i fortë i shtëpisë largohet. E tani, Gerta grinde gjatë gjithë kohës me Gjestin, që ti je mashtrues, unë i dija mashtrimet e tua, unë i dija gënjeshtrat e tua, unë e dija lojën tënde, unë i dija manipulime që do bësh ti, unë e të njoh ti, e shumë fjalë të tjera. Dhe më në fund, ditën e djeshme patë një debat ku Gerta i vrapon Gjestit dhe i thot se të shohësh se çfarë do të bëj unë ti, do të nxjerr kokë më kokë. Dhe më në fund, Gertës i vjen mundësia që ta bën këtë kokë më kokë, do me thënë ta bën këtë gjëmën e madhe brenda shtëpisë, dhe Gerta nuk e bën. Për shembull, po t'i kishte ardhur Gjestit kjo mundësi, Gjesti do nxirrte Gertën, Rozanën dhe Laertin, 3 banorët më të fortë. Tashi,
që nga Amberi banore më e fortë se Gjesti? Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Dhe sidomos, Amberi që ishte në anën e Gertës. Dhe sidomos, Amberi që kishte mike Gertën. Por, kjo ishte loja e produksionit, si që ishte për shembull vitin e kaluar me Olsi Bylikun, që u hap një televotim shpejt e shpejt, dhe banori i cili ishte më pak i votuar ishte Olsi Byliku, që Olsi kishte hyrë vetëm 2 javë në shtëpi, s'kishte shprehur as lojën e tij, s'kishte dhënë as energjinë e tij, s'kishte dhënë as qëllimin për të cilin kishte hyrë, dhe e nxorën. E njëjta gjë ndodhi dhe me Amberin. Ky është një dyshim i imi dhe uroj të mos jetë e vërtet, po në momentin që ti thua se un jam një lojtare e fortë, Gerta Gixhari është motra e Oltës, që Oltës po t'i vinte mundësia e kutisë së Pandorës, e kishte nxjerr automatikisht Luizin ashtu siç e nxori. Olta nuk pati fatin të ketë kutinë e Pandorës, po u akmer Dea. Dhe Dea në nominim çon Luizin, Kiarën dhe Efin, do të shkatron një grup. Ndërsa dhe aty u bë matematika për ta nxjerrë Efin, por Efi ishte banore e fortë. Thënë Efi ishte banore që luftonte brenda shtëpisë. Dhe ato nxorën vërtet një banore të fortë. Po në këtë rast Amberi nuk ishte banore e fortë. Amberi bëri një rikthim dhe tentonte për ta çuar në finale. Tani, a e suporton Jozin produksionit që shkon në finale? Këtë do e flasim më pastaj në një video tjetër, që unë mbrëm pas çfarë gjëra që nuk më pëlqyen realisht nga ana e produksionit gjithmonë. Dhe këtu në këtë rast unë dyshoj që produksioni ka gisht në dorën e daljes nga shtëpia së Amberit. Ky është mendimi im. Le të jetë edhe jo i vërtet, le të jetë edhe kundër. Është mendimi im dhe unë kam të drejtë të shpreh mendimin tim. Tani në këtë rast, Amberi kthehet në studio. Të gjithë banorët kanë patur një 2 minutësh intervistë dhe Amberi lë studion. Në momentin menjëherë që kthehet Amberi lë studion, sepse Amberi e kuptoi që nuk ishte përzgjedhja e Gertës, por ishte përzgjedhja e produksionit. Tani që Gerta nuk pati mundësinë të luajë si një lojtare, nuk pati mundësinë, sepse po Gerta të luante si një lojtare, jam shumë i bindur që personi i parë që do të shkonte në nominim do të ishte Gjesti, Rozana dhe Laerti. Por kjo ishte, do me thënë, një situatë në të cilën produksioni e ndërtoi. Tani më jepni mendimin tuaj, në qoftë se dhe ju keni mendimin po të njëjtë me atë që unë mendoj, që produksioni mbrëm nuk qëndroi transparent në atë se çfarë u shkruajt në atë letër dhe çfarë u tha më pas nga Gerta.